dita e fundit e shkollës shqipe Alba Live në kryeqytetin e New Yorkut Albany, nga shkollat e rrjetit më të madh diasport familjes Alba Live ishte e diellë si vetë ndriçimi i gjuhës shqipe në shekuj. Kjo shkollë u hap këtë vit akademik për herë të parë në historinë e diasporës shqiptare në Albani dhe po u thon bukur Drejdies ka qenë në bashkëpunim i ngushtë profesional plot kulturë me mësuesin Era Çorbaxhi, njerëz dhe koordinatore së bashku me bashkëshortin e saj Algerti, në më vonë po aq profesionalisht u bashkua misionit kombëtar mësuese Edvina Belishta. Ishte kënaqëri e lishme që po e prindrit gjyshit mësuesit e nxënësit mbushin korridorin e Sun Creek Middle School aty ku zhvillohet ceremonia mbylljes të vitit shkollor të shkollës shqipe në Albani. Gjyshrit në takon me lot në sy të kënaqur për shprehur se ishte hapur një mësimdore si e Koqës në Albani. Mësueset e palodhura Era Çorbaxhi, Edvina Belishta, asistentët e dashura si Luziana Pardi dhe Briana Bardolari, mirënjohje dhe vlerësim morë nga zoti Qemal Zylo, nga sipërmarrësi dhe adhetari Fida Imbale dhe sponsori i ushqimit për këtë ceremoni. Dashamisi shkollave Rikës Braçellari aktiviteti u zhvilluan bashkëpunim me TV Alba Live, Algert Çorbaxhi në bashkëpunim me zotin Budion Belishta dhe do të transmetohet edhe në kanalet televizive.